Nëse mendon se ke shtuar kile papritur ndërkohë je në këtë fazë, atëherë të sugjeroj ta shikosh këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqejnë videot e mia, mos harroni të bëni like, subscribe dhe share. Faleminderit. Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do flasim për një temë shumë interesante që ka të bëjë me hormonet dhe mënyra se si ne duhet të ushqehemi në bazë të ciklit tonë menstrual. Le të fillojmë njëherë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që trupi ynë kërkon ushqime të ndryshme gjatë fazave të ndryshme të ciklit menstrual. Kështu që le të flasim për të parën. Gjatë periodave, hormonet si estrogeni dhe progjesteroni janë në nivelet e tyre më të ulta. Atëherë kemi uljet e energjisë, kemi humbjet e gjakut që pason dhe me humbjet e hekurit, fillojnë inflamacionet, kemi cramps, pra një ndjesi jo shumë e këndshme, ndihemi shumë keq. Dhe çfarë duhet të bëjmë? Për të thënë që jemi në hapjen e duhur, atëherë duhet të mendojmë që si ta ndihmojmë trupin tonë. Nuk duhet ta luftojmë atë. Si ta ndihmosh trupin tënd. Atëherë duhet të ham ushqime me baza të hekurit, siç janë thjerrëzat, siç janë fasulet, siç janë mishi, të cilët le të themi kompensojnë hekurin që ne humbasim gjatë periodave. Duhet të konsumojmë ushqime me bazë vitamine C, siç është brokoli, siç është portokalli, i cili ndihmon në përthithjen e hekurit dhe gjithashtu ushqime me bazë të omega 3-shit, të cilët ndihmojnë, le të themi, me inflamacionet apo cramps që ti ndjen gjatë periodave, dhe këto ushqime i gjejmë fare mirë tek salmoni, tek karroret e të tjerë. Vazhdojmë me fazën e dytë. Jemi në fazën folikulare, që është faza pas periodave. Gjatë fazës folikulare kemi normalisht estrogeni fillon të rritet dhe me rritjet e estrogenit kemi edhe një rritje të energjisë. Dhe trupi i përdor më mirë karbohidratet. Kështu që është e mira të konsumojmë ushqime me përmbajtje karbohidratesh komplekse, siç është orizi i kaf, siç është quinoa, të cilët le të themi të ndihmojnë që të kesh një energji të qëndrueshme, normalisht konsumimi i proteinave, siç është mishi, siç janë vezët, që ne e dimë shumë mirë që këto janë ushqime me bazë shumë të fortë proteinike, të cilat të ndihmojnë me ndërtimin ose në mirëmbajtje të muskulaturës. Mos harrojmë edhe perimet si brokoli dhe kalet, të cilët ndihmojnë në balancimin e estrogenit. Vazhdojmë me fazën tjetër. Atëherë jemi në fazën e ovulacionit që kërkon një duar trokitje, pasi për mua është faza më e bukur e të gjithë ciklit të menstrual. Gjatë ovulacionit estrogeni është në pikun e tij, kështu që do të kemi një energji të pafundme, një metabolizëm super aktiv, ndihesh më konfidente me veten, ndihesh shumë mirë, mendon se mund të bësh çdo gjë. Në fakt këtë duhet ta mendosh gjatë ciklit, por pikërisht gjatë ovulacionit ndihesh e pamposhtur. Duhet të konsumosh në këtë fazë ushqime të balancuara, pra proteina, karbohidrate, yndyrna, të cilët të balancojnë këtë energjinë, pra ta kesh gjatë gjithë kohës gjatë kësaj faze, gjithashtu dhe ushqime të fermentuar, siç është kosi, siç është kimçi, të cilët ndihmojnë me përpunimin e estrogenit. Vazhdojmë me fazën e radhës, që është faza luteale. Nëse mendon se ke shtuar kile papritur ndërkohë je në këtë fazë, atëherë të sugjeroj ta shikosh këtë video deri në fund, pasi nuk ke shtuar kile, thjesht je në fazën luteale, që do të thotë nga ndryshimet hormonale, pra rritja e progesteronit, ulja e estrogenit, patjetër që do kesh dhe ndryshime në tretje, trupi mban më shumë ujë dhe si pasojë do kesh gazra më të shumta, fryrje të barkut, më shumë cravings, do kesh një shtim të urisë, patjetër mund të fillojnë dhe sindromat premenstruale, pra çfarë do të bësh në këtë fazë, sepse trupi jot ka më shumë nevojë se kur. Patjetër që të ushqesh shëndetshëm. Pra, të konsumosh karbohidrate komplekse që janë tërshëra, siç është patate e ëmbël, që ndihmon në balancimin e sheqerit në gjak. Kush tha që duhet të ishesh dorë nga çokoladata, ama duhet të konsumosh çokoladën e zezë. Patjetër me çokoladën e zezë, farat e kumullit, pra çdo lloj ushqimi të cilët ka përmbajtje magnezi, pasi magnezi ndihmon, le të themi, në atë balancimin emocional, pak stres dhe fibra të cilat ndihmojnë patjetër në tretjen. Siç thash, mund të kesh probleme me tretjen, kështu që të duhet sa më shumë fibra. Me pak fjalë, kur ti ushqehesh sipas ciklit të menstrual, ti nuk po lufton atë, përkundrazi, po punon me trupin tënd. Kjo mund të ulë sindromin premenstruale, të rrisë energjinë dhe të ndihesh sa më mirë muaj pas muaj e pas muaj. Me kaq po e mbyllim për sot. Do shihemi sërish në videon e radhës. Bye.